Mirëmbrëma zonja dhe zotërinj, shqiptarë dhe shqiptare nga çdo vend i botës që na ndiqni, jemi sërish këtu në emisionin Qëndrim nga unë Teddy Mene në ACTV ose Albanian Community TV USA në shtetin e Michiganit. Kemi sërish bashkëpunimin ton të përmuajshëm me zotin Prend Marleku, i cili sot ka sjellë edhe një personazh shumë interesant për të folur për ngjarjet e fundit politike në atë ton, në mënyrë që të bëjmë lidhjen mes politikës dhe çdo informimi që ndodh në atë dhe diasporës kudo në botë që janë. Do të kem zotin Fadil Kajtazi, i cili ka punuar nga viti 1993 deri në 1999 në shërbimin e inteligjencës dhe gjithashtu është dhe autor i librave për sigurimin dhe do të përpara se të vazhdojmë intervistën do doja nga ai që të bëj dhe një nga prezantimi që më bëri zoti Prend, më pëlqeu karriera e tij, do doja nga ai një prezantim më të detajshëm të karrierës, sepse besoj se është një vlerë që e kemi këtë personazh në emisionin ton këtu sot. Edhe për librat që ai ka shkruar mbase një prezantim për çdo lloj personi që mund të jetë i interesuar, qoftë nga këtu apo në çdo vend i botës ku janë shqiptarët. Jam Fadil Kajtazi, jam oficer i shërbimit inteligjente, shteti i Kosovës në fillim të viteve të 90-ta. Më ka dërgu në mision, në përgatitje, në shkollim në Shqipëri, që të mbaroj drejtimin përkatës për oficer të shërbimit inteligjente, dhe pastaj kemi punu në ato struktura të qeverisë në ekzil, në kuadër të cilët ka qenë edhe Ministria e Punëve të Brendshme dhe në kuadër të Ministrisë të Punëve të Brendshme ka qenë edhe shërbimi inteligjent. Kemë bërë punën në kushte shumë të vështira, i kemi shërbyer veut me përkushtim dhe ai përkushtim jo vetëm i imi, po i gjithë atyre njerëzve ka bërë që Kosova të jetë shtet i lirë, i pavarur dhe demokratik. Sa i përket krijimtarisë time, unë përpos publicistikës, që kam qenë aktiv pas luftës shumë në mediat e Kosovës, kam botuar një libër Armët dhe lufta, që është historia dhe armët dhe luftës që nga antikiteti deri në luftën e Kosovës, pastaj një libër profesional, spionazhi lufta heshtur, pastaj një libër tjetër pistoleta dhe revolver, pastaj një libër tjetër Siguria sfida që vazhdon për Kosovën, një libër tjetër Dosja ideologjia sërbe e gjenocidit, burimi sërbëve ndërkombëtare, si dhe libri i fundit jam bashkautor me një profesor timi nga Tirana, 2 oficer të shërbimit inteligjencë sërb për shqiptarët. Libri ka dalë para një muaji dhe është në qarkullim. Pak a shumë kjo është si them karriera ime edhe e punës edhe e krijimtarisë. Jam i martuar, kam 2 fëmijë, njeri ndodhet në Amerikë në studime. E pas kemi këtu. Atëherë, mirë se vjen virtualisht në studion e ACTV-s, do të vazhdojmë me temën, kemi Kosovën që unë për shembull që jetoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe gjithë ne që jetojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nuk e prekim realitetin, por e dëgjojmë vetëm nga lajmet, do të japim këtu sot një analizë në mënyrë që njerëzit të jenë më afër asaj çka po ndodh realisht. Tani shohim zgjedhje pas zgjedhjesh. E kemi diskutuar me Prendin edhe më parë për situatat që kanë kaluar në të kaluarën dhe kemi sërish një problematikë që ka ndodhur së fundmi. Tani, unë sugjeroj që para se të nisim me analizën e thellë politike, njëri prej jush të bënte një prezantim të situatës aktuale për ata shqiptarë që mbase edhe nuk janë të Kosovës dhe nuk e kanë shumë të qartë çfarë ka ndodhur. Dhe më pas mund të hyjmë së bashku në bashkëbisedim më të thellë për çfarë po ndodh realisht. Nuk e di kush dëshiron ta bëj këtë. Po Teddy, mirëmbrëma. Ju përshëndes ju personalisht dhe nëpërmes ju si gjithmonë e televizionit ju i të nderuar, gjithë mërgjimtarët në Amerikë. Ne mjerisht kemi zhgënjur edhe popullin ton, po edhe miqtë ton, miqtë e shtrajt, që na ndihmon që të fitojmë lirinë dhe shtetin, kështu që tani kemi zhgënjur. Kemi hyrë dhe në librin Genis, po më duket. Po. Të mbrana një kohë shumë shkurt, kemi kaq shumë zgjedhje. Si që thatë edhe ju, disa herë kemi në analizat kur kemi
bashkëbisedu, teket tona politikës tonë andërgjegjshme mjerisht ta kanë thonë këtë situatë, të kemi zgjedhje e mos kemi zgjidhje. Do të kemi zgjedhje shpet, po zgjidhje nuk po gjatë. Kështu që më falë të baj këtë që bona këtë hymi kështu dhe për fillim kaq, jam shumë i tensionuar me këtë situatë. Jo, dakor, dua vetëm një prezantim të situatës. Për ata që nuk e kanë të qartë, sepse po të shikojmë diferencat me dy kushtutave të Kosovës dhe të Shqipërisë, kjo situatë është krejtësisht e ndryshme. Ndaj një qartësim për shqiptarët e Shqipërisë se pse ka çuar kjo situatë në këtë pikë, në bazë të ligjeve që ka vendi përkatës. Tani, në qoftë doni një vlerësim të situatës, gjendjes aktuale në Kosovë, më them se është një gjendje jo e mirë, si në rrafshin ekonomik, ashtu dhe në rrafshin e zhvillimit të demokracisë, si proces i cili në fakt pas luftës me njerë kishte avancuar në raport me vendet e rajonit, që nga viti 2017 kemi një ullje të amplitudës në zhvillimin e demokracisë në Kosovë, odhjevimisht edhe gjitha proceseve të tjera. Ajo që dua të them në këtë rast, ju them juve dhe atyre që na dëgjojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dua të fokusohem nga kundrimi profesional se për çfarë arsye ne kemi këtë gjendje, atë që përmeni preni se kemi zgjidhje, por zgjedhje jo, është fakti se në qoftë ju kujtohet, që të kthehemi në retrospektiv, në vitin 2017 shërbimit inteligjente të vendeve evropiane dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës dolën me një informacion se Putini kishte lëshuar në qarkullim një shumë prej 450 milion eurosh me qëllim që të krijon politikën e kaosit në Evropë dhe që fatkeqësisht duke mos qenë strukturat tona politikëve të sigurisë, duke mos qenë imune ndaj asaj forie mësymse dhe infrastrukturës shërbimi inteligjente sërbe të cilët kanë lënë që nga para lufta, në Kosovë ka fillu të degenerojë shumë çka në aspektin e zhvillimit jo vetëm të demokracisë, po të proceseve të përgjithshme shoqërore. Kemi një degradim të marrëdhënieve ndërkombëtare të Kosovës me partnerët, me ata që neve na ndihmuan të shliromi, na shpëtuan nga shfarosja, na ndihmuan të bëhemi shtet, zhvillojmë demokracinë, zhvillojmë ekonominë. Gjithashtu kemi edhe ngecje në procesin e arsimit, procesin e shëndetësisë dhe pakranësi qytetare. Kosova vitet të fundit ka shënuar një migrim të madh të popullsisë së saj, është kryesisht vendin është duke lënë gjenerata e mesme dhe gjenerata e re, dhe për momentin bizneset në Kosovë janë para një kolapsi për mungesë të fuqisë punëtore, ndërkohë që deri në vitin 2017-2018 Kosova në statistikat evropiane ka qenë vendi me mesataren më të madhe të rinjve dhe të fuqisë së punëtore. Gjithçka është duke degraduar në fal inteligjencës së shërbimeve të huaja, mësore dhe ignorancës politikës tonë. Tani, para se vazhdoj vetëm mull pak më poshtë, sepse më ka dalë si për drejtare. Tani, cili është qëndrimi i krave të ndryshëm politik për debatin ose për përplasjen që ndodhi për vendin e presidentës, ose më saktë cili është argumenti që forcat politike sot japin para popullit, sepse sot është një situatë e vështirë dhe është e përsëritur.
Dhe kur situata është e përsëritur ka nevojë për një justifikim para popullit. Kështu që mund të di cili është justifikimi i palëve të ndryshme se pse kjo situatë ndodh, sepse nga krau tjetër sigurisht këto janë fondet harxhuara, është pengesë e zhvillimit të vendit, është lodhje e popullit, pra janë shumë gjëra të cilat vazhdojnë dhe përsëriten. Kështu që nuk e vazhdoni ju me që ose nëse keni diçka mund të vazhdoj dhe zoti Kajtazi. Sigurisht shteti ke memorje të mirë, se je edhe jurnalist plus se je i ri relativisht. Kur kemi bisedu, ka disa muaj kur ishim edhe në Amerikë, kur isha, për teket tona, do më thonë një arsyeja si masmi. Pastaj është faktori që 2013 dhe 2015 është nënshkru marrëveshja për asociacionin Komuna o Serbe, që i thojmë në termin zajednic, që na u ka bo fobi kjo, dhe kështu që tani ata kanë frikë, se dikush duhet, është obligim ndërkombëtar, kanë nënshkru ata para këtynit që janë, dhe tani është matë pozicion dhe eskevojnë, bojnë driblingjet ndryshme dhe lujnë me ndjenjat e këtij popullit vujtë dhe stërvujtun dhe i shgënjejmë faktor ndërkombëtar, ata cilë që përmeni Padili, ekspert sigurisë që na kanë shkëru dhe... Po, dakord, po si... Kështu që është një puro, si masme, është një paftyrësi protagonizëm politik tonë. Mu më kanë thonë shumë bashkëpërmentar, je pak i ashpër, kur kam... Jam shprej me tona total real, po ne nuk na vëmë e vërteta. Këta është ma tepër se tur, unë e kam folë, ma lejo një fjallë të lutna nëse lëndoj televizorin tanë, që i vendosë si dush, para si me i përmenë gjithë politikaj, ndoshta me një përjashtim shumë të vogël, që 20 vite dhe në ditë sot, duhet me thonë, me nërë me thonë, që ta është e fjalla që përdorët, pa një publiku i nderuar, këtë situatë nuk tolerohet ma me lujt me një shtetë. Unë e kam thonë edhe një herë ma lejo të luta. Shumë shtete kanë fitu lirin dhe kanë fitu shtetin me lufta, por kanë liftu armatat. Liria jo në shumë ma veçantë, shumë është ma veçantë, se ka luftu një popull dur thatë me një armat shumë të justifikuar dhe me grupe paramilitarë, mbi 80% janë pramë luftën tonë, nana, gra dhe fëmijë. Kështu që është një liri tepër e dhimbshme dhe të lujmë me shtetin tonë që është pa tolerueshme, nuk di të gjojnë fjalë. Kështu që janë teket politikajve dhe nuk e di duhet të organizohemi të gjojmë zgjidhje. Unë dua di cilat janë qëndrimet e palëve për këtë rast. Pra qëndrimi publik që gjithmonë kur them qëndrim publik nuk e kam vetëm qëndrimi publik dhe justifikimi para popullit tyre. Është dhe qëndrim publik dhe justifikim para ndërkombëtarëve. Pra si justifikohen që po ndodh kjo situatë për një të arsye, se cila palë? Kush mund të më thotë, mbase zoti Kajtazi ka diçka për të? Okej. Nuk është me radhë, mund të flasi kush doj. Okej, jo në rregull. Të dyja palët... Edhe për ndërkohë më ul pak fare më poshtë, ndërkohë. Sorry. Të dyja palët kanë rrëfimin e vetë. Natyrisht, përgjësia i bie partisë se cila ka fitu zgjedhjen. Dhe ajo ka pas në dorë të gjitha alternativat për ta finalizu, për ta rumullaksu këtë proces zgjedhor me zgjedhjen e presidentit dhe formimin e qeverisë dhe vazhdimin e punës. Mirë po politika është art i sëmundshmës dhe para së gjithash është kompromis. Dhe kushtetuta e Kosovës është e ndërtuar në atë mënyrë që asë një force politike nuk i len pushtet absolut. Dhe palët në garë, forca politike, duhet ta kenë këtë kulturë, dhe kjo kulturë ka mbretru që nga pas lufta, deri tani. Do thot, ne jemi dëshmitar që pas luftës, me njerë parti LDK-ja ka fitu shumicën e vendeve në kuvendin e Kosovës, mirë po, presidenti Rugova, duke i qenë i vetëdijshëm për këtë çështje,
ai postin e kryeministit i pat lënë Partisë Demokratike, që ka qenë partia e dytë. Pastaj i pat lënë postin në zgjedhjet e dyta, i pat lënë Partisë së tretë postin e kryeministit, zotit Haradinaj. Situata ka vazhduar edhe në kohë kur Partia Demokratike e Kosovës doli e para dhe zoti Hashim Thaçi pat marrë postin e kryeministit Kosovës, në kohë që postin e presidentit i pat lënë zotit Fatmir Sejdiu. Gjithashtu edhe në dihet rasti Isa Mustafa Hashim Thaçi, do thotë ky është procesi, ky është cikli i cili sistemi jon konstitutiv, sistemi jon kushtetues, këtë cikël e provon dhe nuk ka mundësi që të ketë ndonjë zgjidhje tjetër. Prandaj klasa politike duhet të jetë e vetëdijshme për arsye se pushteti absolut nuk i takon asnjë force politike dhe ata që kanë vetëdije politike, që kanë formim politik, që duan atë dhënë, duhet të veprojnë mbi bazë të kësaj logjike, mbi bazë të kësaj logjike politike, për arsye se ne jemi të përkohshëm në këtë botë, ndërkohë që shteti ynë duhet të jetë ai i cili duhet të jetë i përjetshëm, duhet ju shërbejë gjeneratave që vijnë. Natyrisht se në të ardhmen do të ndryshojnë modalitetet, do të ndryshojnë Kosova do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, pjesë e NATO-s, sovraniteti do të jetë i kufizuar. Mirë po, vazhdimësia rastësisht është vazhdimësia i shtetit dhe klasa jon politike duhet të jetë e vetëdijshme për këtë rrjedhë normale. Fatkeqësisht nga kjo papjekuri politike, nga ignoranca e klasës tonë politike dhe nga inteligjenca e shërbimeve armiqësore të Kosovës, ne kemi një kaos politik në Kosovë, i cili po vazhdon atë që e pati proklamuar zoti Putin në fund të vitit 2017. Mi, kushe, shiko, si ndalohet kjo situatë të ndodhi ligjërisht tani? Pra sepse kjo situatë mund të përsëritet prapë në bazë të këtyre rregullave që ka kjo kushtetut. Tani ajo që është shumë, që i ka ndodhur një gjë shumë e keqe Kosovës, edhe gjykata kushtetuese si arbitri kryesor në rregullimin e këtyre marrëdhënieve nga qeveria e zotit Kurti në vitet e kaluar, në 5 vitet e kaluara ka mbet pa fije autoriteti. Do thotë është degraduar, është sulmuar shumë gjykata kushtetuese sa nuk i ka mbetur autoritet moral, për arsye se gjykata kushtetuese nuk është organi i cili shqipton dënime. Mirë po, ajo jep rekomandime në bazë të cilave një klasë politike e kulturuar dhe emancipuar i respekton ato. Ju kujtohet rasti i doktor Fatmir Sejdiut, i presidentit Sejdiut, i cili dha dorëheqje në momentin kur gjykata kushtetuese konstatoi se ai ka bërë shkelje duke mbajtur njëkohësisht postin e presidentit dhe postin e kryetarit të partisë. Do thotë, sikur mos të kishte qenë kjo ndjetësi e tij, ky kod i tij moral që ta respektonte këtë verdikt, kush do të ishte ai i cili do ta largonte nga pushteti, me çfarë force, me çfarë vendimi gjyqësor tjetër do të largoj Fatmir Sejdiu nga posti i presidentit. Do thotë, gjykata kushtetuese përpos interpretimit ka edhe atë fuqinë e vet morale, atë kodin e vet moral mbi të ndikojë te politikanët e përgjithshëm që ata të sillen karshi normave që i ka kushtetuta. Në realitet kjo ka degraduar aq shumë saqë gjykata kushtetuese ka mbetë në nivelin e një gjykate të rrethave të komunale. Po mirë, tani, pra, kemi, sepse ajo që dua të them unë është
Pra, marrim edhe një rast ideal, sikur gjykata kushtetuese do të funksiononte siç duhej. Çfarë do ta pengonte opozitën e ardhshme, u bën zgjedhjet, doli një fitues, nuk ka rëndësi cila palë. Çfarë do ta pengonte opozitën e ardhshme që të bënte të njëjtën gjë? Zgjedhjet do dalin me një rezultat të ngjashëm. Pra prap do jenë rrot më rrot, nuk ka diferencë lart. Deputetët nuk shkojnë prap në parlament, vim prap ku jemi. Unë dua fal prem. Unë dua të jap edhe një mendim me këtë që po ndodh. Gjatë këtyre 5 viteve të fundit kemi pa një abstenim të bashkimit ndërkombëtar në ndërhyrjen në dhënien ndihmë demokracisë së Kosovës, për arsye se ne jemi demokraci e re dhe të gjitha që i kemi ato i kemi fal ndihmës dhe ndihmës në kuptimin jo vetëm material, por edhe ndihmës në dije, në emancipim, në mënyrën se si të cilëmi karshi shtetit, karshi respektimit të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Zoti Kurti ka arritë që me politikën e tij popullistët të stigmatizoj në masë të madhe edhe atë çka kanë ofruar shtetet e mike të Kosovës, pa Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Bashkimit Evropian, ai atë ndihmë ka arritë ta kualifikojë si indiferencë të klasës politike, si një dopsi të klasës politike, pse ju kanë nështruar sugjerimeve që kanë dhënë në shtetet tona mike, prandaj edhe kjo ka arritë të stigmatizohet në një masë të madhe si servilizëm. Kështu e ka quajtur në servilizëm, dhe klasa politike e vjetër, si që aje quan, ju ka servilos Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shteteve të Bashkimit Evropian. Prandaj një zgjidhje fatlume në pas këtij procesi, e para është ndryshimi i raporteve të forcave politike, që nuk do të jetë edhe aq shumë i madh, dhe e dyta është ndërhyrja e bashkisë ndërkombëtare për të dhënë një zgjidhje përfundimtare këtyre proceseve. A ka një bllokim për fondet që i vijnë Kosovës nga jashtë dhe një presion nga jashtë të dukshëm sot? Si e shikoni nivelin e këtij presioni nga jashtë? Pra, pa çka sa pranohet nga brenda? Sa është nga jashtë? Për prendin, me që të vazhdojmë sipas rradhës, vetëm të më ulesh pak më poshtë prend, sepse më ka dalë si përgjithëtarës. Se nuk isha i koncentruar, më fal. Për kanë ke fjalën. Presion ndërkombëtar në Kosovë për situatën aktuale. Nga gjithkush. Qoftë nga Europa, qoftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, ne është një situatë shumë interesante, edhe ekspert politik ma me karrierë të fortë dhe përvojë politike kanë zërë të dhënë një definicion të saktë. Është mos përgjithësi e skajshme politike, se askush nuk e ka hallin e shtetit, po ka të pushtetit dhe interesin personal, kjo shifet kjo. Jo, dakord, po flas tani ç'po bëhet nga jashtë, pra nga po, okay. Tani do të ndërlidhna, po. Po. Dhe ne jemi dëshmitar që pushtetarët aktual janë tallë me ndërkombëtarët, me ata të cilët e përmend ekspertë i sigurisë, ata të cilët na kanë kriju shtetin dhe na kanë shpëtuar nga një çfarosje. Protagonist politik tonë janë tallë me shtetin Amerikan dhe janë total të papërgjegjshëm. Tregon edhe praktika, situata. Do më thonë, ne kemi disa, tani edhe viti, po bëhet që kemi të ngrive disa miliona euro nga Bashkia Evropiane për mos përgjegjësinë shtetërore, institucionale, për mos funksionimin e institucioneve shtetërore, mos aftësinë për të krijuar institucione. Do të thonë, kemi me miliona euro të ngrira nga BEA për mos përgjegjësinë tonë shtetërore. Edhe askush se çon kokën për këtë punë, as nuk turprohet.
Kështu që tani kjo shkumja në këto zgjedhje, kjo flet nuk di çka të tham më tepër. Ishte që tha edhe Fadili tha të fitojsh 51% të votave. Kjo nuk di a ka ndodhur në shtet. Kemi përvojë politike bukur mirë në bazë të moshës. Nuk di ku ka ndodhur një shtet që të fitoj 51%, 1% të votave një subjekt politik dhe nuk është në gjendje të formojë institucione. Keni dëgjuar në kun shpletoni ku të keni kohë në herë mos fëgjoni, nuk besoj që gjendet një shtet që ka unë kam përvojë me shtetin gjerman, ku për shembull CDU-ja, Kristian-Demokratët, konservatorët fort, dhe kur është konë situata, kanë bo me një ekstrem të majt, kanë bo koalicion që shteti mos jetë pa institucione. E sa kanë gjetë momentin dhe a stabilizu gjenja politike dhe pastaj kanë vazhdu me koalicione normale dhe natyrore. Sepse ata i dhonë prioritet shtetit. Shtetin numër 1, pastaj vinti. Kështu që të ne është një, nuk di çfarë definicioni gjoj, po që ky popull vëdisohet dhe gjithë ata që ishin që nga pastuta deri sot me i hudhë në koshin e Betorina. Mermani si doni ju dhe gjithë tjerë. Si Ta gjithë çka ishin politik duhet hudhë në koshin e Betorina, është turp. Ky shtet është tepër i shajt, është tepër i dhimbshëm me bëu kështu. Atë nuk e di, unë do të shprehna popullor që është situatë, po të thamë është situatë e dhimbshme, pa tolerueshme. Janë tu qeshë. Presioni ndërkombëtar është pashë shumë i rëndësishëm në hapjen e një rruge e cila do të mësonte rrumbullaksimin e procesit të ardhshëm zgjedhor. Mirë po tash kur kem parasysh këto ndryshime gjeopolitike, kem në zhvillime sipër gjëra shumë më të mëdha se sa Kosova, se sa një vend me 1.700.000 banor. Kemi krizën e Iranit, kemi Ukrainën, kemi Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë fokuse shumë më prioritare se sa çështja e Kosovës. Ajo që është rëndësishme është se problemi, ne nuk mund të bëjmë probleme të cilat do të cenonin siguri në nivel në shkallë të gjë. Çështja e Kosovës është e kufizuar. Serbia nuk, pavarësisht kërcënimeve të vazhdueshme të cilat i bën prania e NATO-s në ajon, prania e KFOR-it në Kosovë e frenon çfarë do veprimi aventores të saj, ajo që e dëmton këtë gjendje është shkatrimi i institucioneve tona, kredibiliteti i tyre, shkatrimi i ekonomisë dhe zbrazja e Kosovës nga pjesa më vitale dhe edhe pas përfundimit të këtij procesi zgjedhor, unë jam skeptik se bashkia ndërkombëtare do të bëjë ndonjë presion mbi aktorët politik, të cilët do të mund të bëjnë ndonjë zgjidhje. Aq më shumë kur në lojë janë të njëjtit aktor. Ta them tani LDK ka marrë kuadër të vetin si Barcelicës, zonjën Osmani, e cila ka qenë pikrisht një përkrahës e fuqishëm e gjitha këtyre blokadave të cilat zoti Kurti i ka bërë, si në raport me bashkinë ndërkombëtare, ajo ka qenë përkrahës edhe kur është anullu projekti i gasit amerikan dhe kur është anullu projekti për ndërtimin e termocentralit të ri të Kosovës, i do të zgjidhte përfundimisht krizën energjetike që ka Kosova, është i njëjti aktor politik me të njëjtat ambicie të marra për pushtet dhe nuk e ka të po flas me gjuhën teknike të instaluar brenda veti kulturën politike të gjetjes së një kompromisi për të avancuar proceset politike përpara që Kosova të del nga krizat
me të cilat është duke u ballafaquar. Tedi më falë ta plotësoj përgjigjen pak, nëse Po, vetëm mos më ngri shumë lart në pamje. Në pamje. Beja, Bashkia Evropiane ka një traditë, sankcionon shtetin, kështu që indirekt i vjen popullin, jo politikaj direkt. Ndërsa SHBA-t janë në zonën shumë me geopolitike, në aktualitetin geopolitik. Kështu që kemi met në situatën vakum, në situatë offside që edhe kjo është. Kanë 1000 problemat atë vetët me këtë situatë që është Irani dhe Rusia, Ukraina atje, që tha dhe eksperti, ne jemi një piku i ndeti, krahasim me situatën geopolitike, kështu që këta, në falni të shpreh, këta përfitat tonë e shfrytëzojnë këtë situatë, këta të papërgjegjshmit, se këta nuk meritojnë që ju thojnë politikaj, janë të gjysa gjela që ky popull i mirë ka met një situatë që s'po mund të qenë zgjidhje që t'i hudh gjithë. Më falë. Si parashikoni zgjedhjet që po na vinë edhe si do të impaktoj roli i Vjosës tani, që ka hyrë në brendësi të tyre? Mund të flasi kush dëshiroj. Unë thashë edhe më herët. Po, e kuptoj, vetëm një parashikim tani, si mendoni ju se do të ndryshoj rezultatet, domethënë? Faktit se ndryshon subjektin politik, nuk do thotë se ndryshon edhe mendësia jote. Problemi që është thash në Kosovë, tani këto 2 vitet e fundit, në i theksum, është mendësia e këtyre politikanëve tonë, mendësia jo çfarë ngjyre politike përfaqësojnë, dhe kjo mendësi, pavarësisht se Vjosa është tash ka dalë në kampin tjetër, nuk do thotë se ka sjell të re diçka në mendësinë e saj politike. LDK është partia e tretë aktualisht, edhe do të shikojmë se për momentin nuk mund të parashikoj se sa do të jetë rritja e saj, po sido që të jetë në çdo ndryshim të mundshëm, nuk do të jetë aq i theksum sa do të mund të ofronte një zgjidhje të shpejtë. Zgjidhja e shpejtë është vetëm kultura politike e cila faktikisht i mungon kësaj klase politike për të gjetë kompromisin. Ka qenë ideale, ka qenë kjo që zoti Kurti ka fituar 51%, ka pas qeverinë dhe kuvendin, ka qenë ideale që të propozohet një president i cili është jashtë subjekteve politike, një president me autoritet dhe kredibilitet moral, dhe të ecët përpara, të dilet me një program qeveritar që zoti Kurti nuk e ka pas, dhe të nxirret në 5 vite të ardhshme të nxirret Kosova nga kriza që ka kapur, nga kriza ekonomike, energjetike, sociale dhe morale. Kjo e fundit është më e theksuar për arsye se pjesa më e madhe e moshës mesme dhe rinjës mendon që se si ta braktis vendin. Kjo është shumë shqetësuese. Po ju prend, çfarë mendimi keni për një parashikim tuaj? Unë të të dhoni përgjegje kështu pak si indirekte, dhe i kishim 6 majnë ditëlinjën e kryeherojt Gjergj Kastrioti, dhe i bona disa ftesa këne ndërkombëtarëve që kemi bërë kontakte, mes tyre dhe Lukas Mandel, përfaqësuesi koordinatori për politikë jashtme i Parlamentit Evropian, dhe po më thotë jem shumë i nxonur, vjen shumë keq, edhe asnjë fjalë tjetër më njëherë si është gjendja, ka u bënë të ju atja i shashta i kaos ashtu. Më thonë, një personalitet i lartë i BE-s është shumë i shqetësuar. Direkt shtum. Më thotë, më lejoni tash ndoshta nuk ma nxana i për të madhe,
ç'është ai kaos ta. Was läuft bei euch so? Domthon, shka tu ndodh të ju, veç që sta jeni normale, jeni në rregull, aty falni se e qita për publik ta, ndoshta të kam edhe konsekvenca, po nuk jam shumë i blefosur, me të vërtet, edhe kështu që thash në fillim zgjedhje kemi plot, po a do të kemi zgjidhje. Po një shpresë është që ne shpesh jemi interesant popull, shkojmë deri në fund krejt, po pasaj në momentet fundit ja dalim disi. E mendoj që Ndjetojmë. kësi herë do të gjojmë një zgjidhje, po shpresoj. Nuk muj ma konkret s'di çka të them. Sorry. Është edhe një shqetësim në gjithë këtë rrëmuj, në gjithë kaos që ta preni, është edhe abstenimi i Shqipërisë, një shtetit tonë, në historinë e marrëdhënieve Shqipëri-Kosovë, që nga pas lufta e dytë botërore, asnjëherë nuk kanë qenë marrëdhëniet më të këqija. Edhe në kohën e Enver Hoxhës, sa ka qenë Shqipëria shtet diktatorial, marrëdhëniet me Kosovën kanë funksionu. Shqipëria ka dërguar në Kosovë mësues, ka dërguar profesor për është hapur Universiteti i Kosovës, grupe të teatrove, të grupe kulturore, literaturë shkencore, dhe tani për momentin dy qeveritë tona nuk komunikojnë, nuk kanë komunikim paktën zyrtar, vllazëror që do duhet të ishte, dhe pse zoti Kurti nuk e ka këtë komunikim, për mua nuk është ndonjë habimi, po pse shteti shqiptar është izoluar në guackën e vet dhe nuk ndërmerr iniciativa për të ndërhyrë që proceset në Kosovë të debllokohen, kjo është shqetësuese. Dhe mendoj që në përfundimin e këtij procesi zgjedhor do duhej që dhe shteti shqiptar të thoshte ndonjë fjalë, pavarësisht se zoti Kurti ashtu siç ka stigmatizuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zyrtar amerikan, zyrtar evropian, ka stigmatizuar edhe kryeministrin Rama, ka stigmatizuar zyrtarët qeveritar shqiptar dhe nuk ka lënë asnjë hapësirë të shëndosh për një komunikim të shëndosh. Pra ju si e shikoni, me që pra mirë bëjmë që e sollëm këtë, pra ju si e shikoni këtë çështjen e marrëdhënies mes Shqipërisë dhe Kosovës në këtë situatë e kemi fjalën gjithmonë. Ose rëndësinë, ose çfarë ju do të dëshironi të shikonit nga shteti shqiptar? Jam shumë i bindur, mjerisht, kisha dashur jam i gabuar, po nuk janë të rastësishme, nuk janë teket tona që ne si shqiptari kemi mjerisht ka diçka dhe ma tepër, po edhe unë dyshoj dhe koha do të na jap shpejt përgjigje që sidomos se unë nuk du emnat përmeni, jo për tjetër, po nuk meritojnë asnjë përmen emrin publikisht. Kryeministri aktuali i Shqipërisë nuk qëndron mirë në vijën kombëtare, po fakte unë publikisht do të kisha pas dëshirë mos jetë kështu, se është kryeministri i Shqipërisë, por shpejt koha do të na jap përgjigje. Unë publikisht do të kërkoj falje nëse nuk është kështu, që ai nuk qëndron mirë në vijën kombëtare. Ka mëkate të mëdha dhe shpejt do të përgjigjet, shpejt do të ketë, po është problemi që s'ka as opozitë aty. Sa ai nuk do të qëndron deri tani. Kështu që është e mjerueshme kjo, edhe ky aktual që është në Kosovë, edhe ky nuk e di, si të tham, ka kontribu shumë për këto marrëdhënie shumë të këqija vllazërore, dy shtetet tona,
që kemi pasanër gjenerat pas gjenerate, kemi këtë situatë, kemi 2 shtetet, kemi dhe të bim këtë pikë zero, cilat shtetet armiqësore, cilat na këtë idea ishim të pushtuar nga to, kanë dhënë shumë për që ne mos vim këtë situatë, do më thonë, dhe tani ne vetë këtu ishte ka lujtë me kartën, mos janë gjo emni, si jem edhe ne jem një vend këtu ku nuk muj me folë bashkë, me cilin kartë ka dëpërtuaj që bani krimin në ish Jugosllavi. Këta nuk bojnë shtet, këta jenë fundamentalistë islamik, këta jenë terroristë, këta vritin me gjitha këtu. Edhe ne t'ja plotësojmë gjitha këtu të realizohen aktual, janë këto problemin, ne t'ja është as fjalla nuk koment nuk vjen. E këta janë 2 protagonistat që kanë propri situatë me ata tjerë të shtesh. Kështu që nuk e di. Çfarë mesazhi keni ju për këtë? Me që jemi drejt fundit dhe pastaj do të kaloj edhe tek ftuari tjetër. Ju çfarë mesazhi keni për këtë? Pa nuk po ta ndërpres atë rrjedhën logjike, pranë. Si po mënon, mesazh t'i dhojmë opinionit tonë popullit apo një mesazh për njerëzit, për popullin patjetër, për popullin patjetër, në fund me që jemi drejt fundit. Po ky popull, siç ka ditë historikisht ka të kalu situata shumë të vështira, duron shumë, as shumë su kështu historikisht, apo imun mirë po prapë në momentet fundit do të gjojnë situata ku nuk do t'i lënë këta njerëz të luajnë me këtë shtet kaq vëdhem shumë me këtë liri, me këtë shtet të ri dhe të bresh që kemi, kështu që shpresoj që së shpejti do t'ja gjojmë zgjidhjen kësaj situate. Okej, të falender. Kjo, kaq? Okej, të falenderoj. Zoti Kajtazi, çfarë mesazhi keni për popullin shqiptar? Ose më specifikisht edhe për pjesën ku ka të drejt votën në Kosovë. Qoftë atje, qoftë në diasporë. Tani dua të përmend vetëm një element që është shumë i rëndësishëm në zhvillimin e këtyre viteve, është iniciativa e kongresmenëve amerikanë për një rezolutë në të cilën Kosova duhet të hyjë në NATO. Sikur kjo të ndodhë, shumë çka do të rregulloj në këtë Ballkanin e trazuar. Mesazhi im nëse shkon atje ku duhet është shqiptarët kudo që janë mos të përkrahin politikanë të cilët na futin konflikt me miqët tonë, me ata që nga lufta e parë botërore na u gjendën pranë, na shpëtu nga shfarosja, mos të kultivojnë, mos të përkrajnë ata politikanë të cilët kultivojnë politika primitive të shekujve të kaluar të mesjetës, po të përkrahin politikanë mendje ndritur të cilët e iluminojnë popullin shqiptar kudo që është, të cilët e integrojnë në qytetërimin perëndimor Euro-Atlantik. Kush do qofshin ata politikanë, cilët do krah politik që i përkasin, nëse kanë këtë vizion, do janë ata më të mirët që i shërbejnë interesave të popullit tonë, të këtij popullit shumë ruajtur. Të falenderoj shumë edhe ju për mesazhin. Jemi duke kemi ardhur shumë afër fundit. Unë do të them diçka, po unë kam diçka për të gjithë shqiptarët, sepse në fund të ditës ne kemi një rol tepër të rëndësishëm për problemet e njëri tjetrit. Si ky problem sot që ka Kosova, ashtu si një problem të nesërmen që mund të ketë Shqipëria ose shqiptarët në çdo trev. Pa kemi një rol të rëndësishëm dhe duhet ta luajmë këtë rol, duhet mos qëndrojmë neutral. Sepse ky është roli që na mban të bashkuar. Pasi ne si shqiptarë të Shqipërisë nuk e luajmë rolin në një problem në Çamëri, kjo na ndan me Çamëri. Nëse nuk e luajmë këtë rol në Ilirid, në Malsi, në Sanxhak, në Dardani, kjo na ndan me ta. Dhe këto janë rolet që ne duhet i luajmë sepse janë problemet tona.
Nuk ose nuk janë problemet tona. Ne duhet ta heqim mendjen se ky është problemi i Kosovës apo i Shqipërisë apo XY. Janë problemet tona sepse janë problemet të shqiptarëve dhe duhen përballuar nga shqiptarët të bashkuar. Në të kundërt, jemi ne vetë fajtorët e gjithçka që ndodh më pas. Nuk janë fajtor armiqt do vazhdojnë agjendën e tyre për interesat e tyre. Kjo është krejt normale, të kesh armiq. Ajo çka nuk është normale është të veprosh kundër armiqve të tu, dhe të lejosh armiqt të shkatrojnë kur në fakt ne vetë jemi arkitektët e fatit të kombit ton. Nuk e di se keni diçka në fund për të shtuar apo mund ta mbyllim. Faleminderit nga ana ime. Është për këtë kanali i cili komunikon me shqiptarët gjithandej ku janë. Shpresoj të vazhdoj ky komunikim i shëndosh. Falenderoj shumë, ju falenderoj të dyve që ishit me ne këtu sot. Falenderoj më shumë nga gjithë, falenderoj njerëzit që na ndoqën dhe i bëj thirrje ta shpërndajnë këtë intervistë sepse është pjesë e kauzës sonë kombëtare. Edhe për ata që mbase mund mos bien dakord me opinionet e thëna, le të shkruajnë komentet dhe çfarë mendojnë dhe le të vazhdojmë së bashku të reflektojmë për çka ndodh në Shqipërinë, Kosovë dhe në çdo trep shqiptare, por dhe ashtu në diasporën shqiptare, në mërgatën shqiptare duhet them, në çdo vend të botës ku ajo është. Ju falenderoj shumë që na ndoqët, ishte emisioni Qendrim nga unë Tedi Mene për ACTV USA. Mbrëmjen e mirë gjithë shqiptarëve kudo që janë në botë. Respekt, Tedi.